E drejt, më kujtohet pak vite më parë, e gjithë bota pati një mëri të skajshme ndaj Jair Bolsonaros, presidentit të Brazilit, për atë që u cilësua shkatrimi mushkërisë së botës apo pylli Amazonës. Pyllëzimi në fakt është një tjetër objektiv i shteteve, përfshi dhe Shqipërinë. A kemi përmbushur ne këtë, ose të paktën, a jemi në rrugë të mbarë? Do të thosha që jo. Shqipëria vuan sidomos në zonat ku ka shumicën e pyjeve nga le të themi varfëriet e skajshme, dhe shpesh kjo bëhet dhe normalisht në mënyrë që komuniteti ta abuzojë, sepse ka nevojë normalisht të mbajë veten në një farë mënyre. Dhe ndërhyrjet kanë qenë shumë të pakta në këtë zonë, dhe le të themi që shteti apo bizneset janë atë lloj dileme që të mendojnë për anën sociale ekonomike apo të mendojnë për anën mjedisore. Gjë që kërkon nga ana tjetër që ne të jemi pak vizionar në këtë zonë dhe të mundohemi të mbrojmë ata duke i dhënë mundësi dhe shërbime dhe një ekonomi ndryshe e cila mos të arritë të degradojë pikërisht këto pyetje. Por nga ana sa kemi arritur ne të bëjmë, duhet të them që jemi shumë mbrapa dhe që realisht këto lloj pyetjesh janë të cënuara nga aktiviteti njerëzor. E drejt, dhe meqense jemi këtu, cilat janë masat sipas jush që duhet të ndërmarrë Shqipëria për të mbrojtur nga ndryshimet klimatike, erozioni, përmbytjet gjithashtu që janë pjesë e saj? Këtë gjitha këto janë probleme shumë të ndryshme. Për secilën prej tyre do duhet të ulemi dhe realisht të bisedojmë për 100 mënyra që ka për ta mbrojtur Shqipërinë, por ndërto do të thosha është investimi vazhdimisht në njohuri, sepse njohurit ty të bëjnë që të investosh aty ku duhet dhe si duhet. Pra, nëse ti e di që një lloj infrastrukture nuk duhet të ndërtohet afër një lumi, apo nëse di që një lum ka në 100 vjet këto lloj vërshimesh, ti duhet të jesh i mbrojtur, ti duhet të jesh vigjilent, të japësh fonde aty ku duhet për emergjencat, por edhe të jesh me aq njohuri sa mos të arrish të ndërtosh infrastrukturë në një vend i cili presupozohet që këtu e 100 vite do ketë erozion apo do të ketë përmbytje apo do të ketë probleme të tilla. Pra, ndryshimet klimatike na kërkojnë që ne të jemi vizionar. Ne nuk mund të mendojmë dot sot për nesër, duhet të arrijmë të mendojmë sot e 50 vjet dhe 100 vjet. Dhe kjo kërkon realisht njohuri dhe investime në vendet e duhura, në kohën e dur dhe në shumën e dur. Zonja Gorançe, së fundmi duhet të ndalemi pak tek ajo që është bërë trendi kohëve të fundit në rrjetet sociale. Vërshojnë tani më teoritë e komplotit, ndërto edhe fakti që ngroja globale nuk ekziston, gjithçka që po ndodh është pjesë e një sistemi që është përfshirë bota edhe më herët. Çfarë përgjigje mund t'i jap? Jam shumë dakord. Për mua dhe për mendimin tim të gjithë mund të mendojnë se kjo mund të jetë një teori konspirative, por në momentin që ti shikon përmbytje, në momentin që ti shikon flatësirë, në momentin që ti shikon se nuk ke më prodhim mjaftueshëm, ti s'ke pasur si vjet qershi, s'ke pasur si vjet gështënja, ke pasur probleme me ullirin, pra ti ke pasur probleme me ushqimin dhe nevojat bazë të tuat. Ke probleme me ujin, është ulur jashtëzakonisht shumë niveli i ujit, të ujrave në toksor, që është baza e jetës. Pra, ti le ta mendojnë njerëzit se është një teori konspirative, se është diçka për të cilën këta liderat botëror po mundohen të na mashtrojnë, po nga ana tjetër ti realisht duhet të mendosh për probleme që nesër nëse të ndodh një përmbytje apo një lloj eventi ekstrem klime ose jo, ty do të duhet të përballesh me pasojat. Pra më e mira është të punojmë dhe të përballojmë ato dhe të minimizojmë ato, apo të rrimë dhe të merremi me teoritë konspirative se kështu kanë menduar liderat botëror. Pra për mua në fund të ditës është ajo që realisht ndodh. Jemi të përgatitur apo si jemi? Se nëse s'jemi të përgatitur, atëherë do vuajmë pasoja shumë të mëdha. E drejt, ne duhet të jemi të përgatitur për gjithçka që ndodh, por paralelisht me efektet negative të ngrohjes globale, është edhe shkenca, ajo që ecën përpara, sikurse edhe ju besoj jeni në dieni, në Emiratet e Bashkuara Arabe po ndërtohet një super qytet i gjithi në formë të tillë që kalon mes shkretëtirës dhe ka edhe ekosistemin të përfshirë në të. Është njeriu ai që po ecën përtej zhvillimeve, përtej shkatërrimit? Njeriu historikisht ka arritur të adaptohet ndaj çfarë do lloji le të themi
çfarë lloj gjëje që i del përpara. Ideja është që një nga shtyllat bazë që përmendën nga fillim të këtij kopi është pikërisht teknologjia dhe inovacioni. E vetmja gjë që ne do të na ndihmojë që të kemi mënyra për t'ju përshtatur këtyre lloj ndryshimeve, të cilat nuk do jenë të vogla, janë goxha të mëdha, do të jetë pikërisht teknologjia dhe inovacioni. Pra sa të aftë do jemi ne si njerëz të inovojmë aq sa të përshtatemi këtyre lloj ndryshimeve. Faleminderit zonja Kurançe që ishit me ne në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.